Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përdorimi i gjuhës shqipe në institucione zyrtare vjen të jetë shkak për përplasjet mes partive shqiptare në opozitë dhe atyre në pushtet në Maqedoninë e Veriut. Zëvendës kryeministri i parë Izzet Mexhiti reagoi pas pretendimeve të opozitës se proces verbale të qeverisë janë në gjuhën maqedonase. Sipas numrit 2 të qeverisë, është marrë vendimi se pavarësisht se cili udhëheq seancën qeverisëse, proces verbale do të jenë si në gjuhën maqedonase ashtu edhe në atë shqipe. Proces verbale në vazhdimsi pra në qeveritë e kaluara kanë qenë vetëm në maqedonisht, vetëm ato një muaj sa ka qenë Talat Xhaferi kryeministër ka pas në të gjuhë, ndërsa 20 vite të tëra BDI-ja, qeveritë e BDI-s pra i kanë pas në një gjuhë dhe mund të keni pa dhe dallimin, domethënë seanca që udhëheq unë, domethënë janë edhe proces verbalet edhe në gjuhën shqipe, ndërsa tash e tutje për herë të parë pra mbas 30 viteve pa më parasysh kush është kryeministër, edhe proces verbalet do jenë në 2 gjuhë, pra edhe në gjuhën shqipe. Ndër të tjera Mexhiti sqaroi dhe shqetësimet mbi nivelin e punësimit të shqiptarëve në administratë. Le ta zgjedhim vitin kur kanë pas zenitin e punësimeve në këto 20 vite, ti krahasojnë me punësimet që i bën blenim vetëm brenda një viti. Kur i kemi fjalën tek përfaqësimi adekuat, përveç se e kemi dekalu zenitin, nëse ata kanë bën brenda një viti një numër të konsiderueshëm, hajde të dalim dhe ti krahasojmë ato se sa shqiptarë punësojnë në kohën e tyre sa kohën tonë. Mos flas për avancimet e 800 shqiptarëve në administratën publike dhe shtetërore, shqiptarë që janë harruar 20 vite të bilanci bashkëpunëtor të ri edhe të harruar nga pushtetet e kaluara. Bashkimi Demokratik për Integrim kritikon qeverinë për mënyrën e shpërndarjes së fondeve për shoqatat qytetare nga Ministria për Marrëdhëniet ndërmjet të bashkësive drejtuar nga zëvendës kryeministri Ivan Stojković. Përmes rrjeteve sociale, BDI pretendon se qeveria ka dhënë fonde për 29 projekte për shoqata maqedonase, 5 projekte për shoqata serbe, 3 projekte për shoqata rome dhe vetëm 3 projekte për shoqata shqiptare. Për opozitën shqiptare në Maqedoninë e Veriut, kjo jo vetëm që nuk është shpërndarje e balancuar, por është politike e qëllimshme diskriminuese. Sipas saj, shqiptarët të cilët përbëjnë një ndër komunitetet më të mëdha dhe aktive në vend, janë fshirë nga lista e përfituesve në mënyrë sistematike dhe në një ministri që ka për detyrë të ruajë balancat ndëretnike dhe përfaqësimin e drejtë. BDI kërkon auditim të menjëhershëm institucional për këtë skandal me përmbajtje etnike të theksuar, përgjegjësi politike dhe institucionale për ministrin Stojković. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kosova kërkon përkrajën e Hungarisë në rrugën drejt integrimit të BE. Presidenti Vjosa Osmani takoi në Budapest kryetarin e Parlamentit Hungarisë, Laszlo Kövér. Në takim u diskutuar rëndësia e thellimit të bashkëpunimit ndërshtetror në funksion të përfitimeve konkrete për qytetarët e të dyja vendeve. Osmani theksoi përkushtimin e Kosovës për të çelur kapitull të rinj të bashkëpunimit me Hungarinë, duke theksuar njëkohësisht ruajtjen e raporteve historike dhe fuqizimin e lidhjeve mes popujve kosovar dhe hungares. Shman komentet para medjave zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Beslimi, pasi u mor në pyetje për hetimet mbi ministrin e bujqësisë Faton Peci, numri 2 i qeverisë Kosovës refuzoi të japë informacion për dalje nga ambientet e organit të akuzës. Merret ministri i detyrë i bujqësisë Faton Peci ka përmendur beslimin për çështjen e funksionalizimit fabrikës për përpunimin e produkteve shtazore nga Ministria e Bujqësisë. Në fund të majit, Prokuria Speciale urdhëroi mbastisen në 4 lokacione të ndryshme në Prishtinë dhe Ferizaj, lidhur me dyshimet për keq përdorim të kontratës për dhënien me qira të këtij impjanti. Bashkimi Evropian kërkon bashkëpunim nga Shqipëria në luftën kundër emigrimit palishëm. Teksa paraqiti projektin EU for Migration, ambasadori BE-s në Tiranë, Silvio Gozato, deklaroi se në fokus është forcimi i qeverisjes së migracionit dhe azilit në Shqipëri. Sipas tij, ky projekt do të ndihmojë në mbështetjen e përpjekjeve të Shqipërisë për të shënuar përparim në rrugën drejt integrimit të BE. Po ashtu ambasadori u shpreh se projekti është dëshmi e partneritetit që ekziston mes Shqipërisë dhe BE-s dhe do të ndihmojë në forcimin e kapaciteteve institucionale, do të përmirësojë mekanizmat operativ, do të rrisë bashkëpunimin mes aktorëve të përfshirë në menaxhimin e migracionit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.